Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama e vlerësoi Donald Trumpin si të mirë për të gjithë, duke e portretizuar trajtimin ashpër të presidentit ndaj aleatëve të SBA-s si një mundësi për një bashkim evropian që ka humbur rrugën për të rizbuluar fuqinë e tij dhe për të ndërtuar ndikimin e tij global. Komentet e Ramës, të bëra në një intervistë në kryeqytetin e vendit Tiranë, janë breslënse jo vetëm sepse ai është një socialist që ka investuar trashëgiminë e tij në çuarjen e Shqipërisë në BE deri në vitin 2030, nëse fiton zgjedhjet parlamentare të muajit të ardhshëm. Ato gjithashtu pasqyrojnë një fushat në cilën Trump dhe bota e tij po luajnë një rol çuditërisht të madh. Në një intervistë për median amerikane, kreu i PS ka deklaruar se bloku është bërë shumë vetëreferues dhe egoist dhe duhet mësoj të bëjë ballë fuqive të tjera në një kohë të luftrave tregtare të shkaktuara nga SBA-ja dhe përçarjeve globale. Kur Trump tha se Zoti e shpëtoi Trumpin për ta bërë Amerikën sërish të madhe, ai tregoi vetëm gjysmën e historisë. Gjysma tjetër është se ai e shpëtoi Trumpin edhe për ta bërë Evropën të zgjohet dhe të marrmasa, tha kryeministri Rama në selin e Partisë Socialiste në Tiranë. Pjesë nga artikulli. Në Shqipëri, Rama po përballet në zgjedhjet e 11 majit me një sfidë nga Partia Demokratike e Qendrës së Djathtë, të drejtuar nga Sali Berisha, një ish president dhe ish kryeministër. I sankcionuar nga SBA-ja për korrupsion të dyshuar, Berisha ka biseduar me Chris Lësivita, ish bashkmenaxherin e fushatës presidenciale të Trump, për ta këshilluar mbi përpjekjen e partisë së tij përfitore në votimin e 11 majit. Një linjë sulmi drejtuar Ramës është për lidhjet e tij me Alexander Soros, djalin e investitorit miliarder, të cilin kryeministri e konsideron si mik. Lësivita postoi një foto të dyve në X në shkurt me komentin "Kukulla dhe mjeshtri i kukullave". Kryeministri ka zgjeruar kontaktin e tij me rrethin e brendshëm të Trump. Në fillim të këtij viti, Jared Kushner, ëndri i presidentit amerikan dhe këshilltari i tij gjatë mandatit të parë, fitoi miratimin paraprak nga qeveria shqiptare për një resort luksoz për 1.4 miliard dollarësh në një ish bazë ushtarake, drita jeshile për projektin në ishullin e Sazanit, në brigjet jugore të Shqipërisë, pranë vendit ku takohen detet Adriatik dhe Jon, erdhi disa ditë përpara ardhjes në detyrë të Trump në janar. Ky do të jetë një nga projektet më të mëdha të planifikuara nga Kushner në Ballkan, i cili përfshin një hotel Trump të planifikuar në kryeqytetin serb të Beogradit. Rama, një artist dhe ish basketbollist, tha se miratimi i qeverisë së tij për projektin nuk ishte një përpjekje për të përfituar nga presidenti i SBA-s. Kushner e vizitoi ishullin për herë të parë në vitin 2021 së bashku me bashkëshorten e tij Ivanka Trump dhe të dërguarin special Grenell. Në atë kohë nuk ishte diçka që do të na jepte pikë politike në Washington, kishte të tjerë në pushtet dhe nuk ishte as pak e qartë se Trump mund të fitonte. Autoritetet shqiptare janë në procesin e diskutimit me ekipin e Kushner dhe marrëveshja nuk është finalizuar. Nuk është se ne e kemi dhënë ishullin dhe ky është një partneritet. Mund të jetë më i shpejt, mund të jetë më i ngadalshëm, por të dyja palët duhet bien dakord. Ata kanë mbështetjen tonë të plot, por ne duhet bien dakord. Jam i privilegjuar të flas me Kushner dhe do të isha shumë i lumtur ta quaja mik. Nuk e di nëse ai më quan mik, por unë e quaj, ka deklaruar Rama.